Let me also express my tremendous... Chris, come here, Chris. Come here, say something. Në zgjedhjet parlamentare të 11 majit në Shqipëri po marri vëmendje ndërkombëtare, sidomos nga media amerikane Fox News, që i përshkrua në to si një betejë mes ndikimit të Soros dhe Alex Soros dhe politikave të frymëzuara nga Donald Trump. Ish ambasadori shqiptar në SBA Agim Nesho i cilësoi zgjedhjet si përplasje mes sorosianëve, që sipas tij kontrollojnë sistemin përmes korrupsionit dhe drejtësisë së politizuar dhe politikës konservatore. Nesho akuzon qeverinë socialiste e kryeministrin Edi Rama për shkelje të parimeve demokratike dhe përdorim të reformës në drejtësi për të goditur kundërshtarët. Ai theksoi se lidhjet e ngushta të Ramës me Alex Sorosin dhe projektet e financuara nga Fondacioni Shoqëria e Hapur dhe USAID, që sipas tij kanë ndikuar në kapjen e shtetit. Në këtë klim politike të tensionuar, figurat kyçe të opozitës si Sali Berisha dhe Ilir Meta janë përballur me akuza për korrupsion. Berisha është në sanksione amerikane që i konsideron të motivuara politikisht, ndërsa pretendon se janë rezultate të lobimit të Sorosit. Chris Lasivita, ish menaxheri i fushatës së Trump, tashmë ndihmon Sali Berishën dhe e quan Ramën kukull të Sorosit. Fondacionet Shqipëria e Hapur kanë investuar miliona në Shqipëri, por kritikët thonë se ndikimi i tyre ka deformuar procesin demokratik. Nesho i bën thirrje SBA-s dhe Bashkimit Evropian të sigurojnë zgjedhje të lira, por ndryshe ato rrezikojnë të jenë vetëm një shfaqje. Deri më tani institucionet ndërkombëtare dhe vetë qeveria shqiptare nuk ka reaguar ndaj akuzave të ngritura.